me thonë, ja ku janë përdor taksat e qytetarëve dhe në këtë segment jetësor, shoqëria e Kosovës jeton ma mirë për shkak të një projekti që i ka shtu vlerë vendit tonë. Dhe ju thani që nëse eventualisht PDK-ja vjen në pushtet, do t'i përfundoj për shembull autostradën, a keni ndonjë premtim pak më konkret apo kështu të përgjithshëm? Nëse jo dhe në fund të mandatit, për shkak se është projekti nisur, autostrada e Ana Moravës do të përfundohet gjatë mandatit të parë qeverisës. Jo 4 vjetë, do të përfundohet më shpejt se për 4 vjetë dhe pashtu do t'jetë prioritet mbi prioritete fillimi ndërtimit e një termocentrali të ri. Nuk mundemi ne me u vetë kënaqur me faktin që jem të pasur me pasuri nëntoksore, mirë po që koha ty në po kalon. Ne duhet t'japim zgjidhje edhe përdorimit të thëngjillit dhe nuk mundemi të varemi në vazhdimsi nga krizat e ndryshme globale dhe të arsyetohemi se duhet paguajmë më shtrejt energji se po ndodh diçka atje. A ka një projekt të gatshëm tashmë për këtë, zoti Mustafa, sepse kushdo që vjen në qeveri, shembull edhe tash nëse vjen PDK-ja në qeveri, sikurse e ka qenë në fillim vetëvendosja, periudhën më të madhe kohore në fillim e ka shpenzuar duke thënë po krijojmë grupe punuese, fizibiliteti, studime të tjera e kështu me radhë deri në fund të mandatit. Pra, a keni projekte, nuk po them të gatshme, po deri diku të gatshme që edhe termocentrali i ri të ndërtohet brenda mandatit? Po, shiqo, kur flasim për termocentrali janë dy mundësi. Projekti termocentralit me gaz ka qenë edhe projekti termocentralit me thëngjill. Mirë po që nuk janë shty përpara asnjëri prej tyre. Po ajo çka nuk do ta bëjmë me siguri, nuk do ta shpenzoj mandatin duke fajsu tjerët. Duke arsyetu për veprimet të qeverive të mëparshme. Për shkak se kemi ndëgju ballë. Kemi një qeveri për 6 vjet në zyre që vazhdon më na fol për këtë 20 vjet që e kaluar, por që nuk janë gjendje më na thonë asgjë për këtë 6 vjetëshin e tyre. Aja që nuk do t'ja bëjmë qytetarëve të Kosovës, do t'jetë arsyetimi. Nuk do t'arsyetohemi për mospunën e tyre, por do t'fillojmë me veprime konkrete nga dita e parë. I kemi humbur 6 vjet. Vendet e tjera po ecin përpara, përmenda më herët, në çdo drejtim, Kosova po merret me politikë të thatë, a do të bëhet Albulena kryetare e kuvendit, a do të bëhet Glauku president, apo i don Albin Kurti 48 deputet, apo i don 57, ata është i ka rënë mend që po i don edhe më shumë, nuk do ta ushqejmë qytetarin e Kosovës me kriza të tilla. Ka ardhur koha të japim mundësi zhvillimi. Por partia në pushtet gjatë gjithë kohës flet për idenë që ka bërë reforma sipas tyre, sidomos në fushën e shëndetësisë dhe të fushave tjera. A i sheni në praktikë ju jeni me profesion hematolog, apo jo? A i sheni në